O ju treja, ma në men që ta që ka për jo thë që kjo vlavjet, një prej ranave që ne e kanë shqit shumë, edhe që duhet me marrë vesh na muslimant herdo kur, është që mosha 18 vjeqare është ran, fon e krye. Me këta jënë mënu me thanë që ti dejnë 18 vjet je i vogël ba që ka dush, e mas 18 vjetë ka qeto se tani të rokin ligjet. Kjo në gjuhën e poplit, i thujnë me majt viqin mrena, mos me lëshu heq derin pranverë, në pranverë me lëshu, krejt kena pas lapedin që ka bot, ajtën e ma veç i thënë kom në për livad, nuk din kur ku mon al. E ke po, shumica të rive, rinë shelën, derin 18 vjet, se është i vogël, halo është i vogël, 17 vjet, i vogël, e të njësit i ban 18 vjet e me lijan edhe bam, stupit. Si që i vi që i vëtë që të kalzova, pa keq kuptime, kjo është për përgjësime kuptu. Njeriu hinin pubertet, ja paft hajrin obligimeve, ja paft hajrin përgjësive. Aty anina do të mi matë fjallët, me ba punën, me ngu, me fol, me nejt, si një rritur, ma në men këto gjana. E aj që të të moshën 18 vjeqare, nuk po folëm për ligjet, nuk po i thamë në theni ligjet e tyne, nuk po i thamë, tjetër temë jam të folëne, unë jam të folë ty si ri, dje që si ti je hin pubertet, je rrit o vlajam. Motra jonë, je hin pubertet, je rrit, silus je rritne, merne vesh, je një rrit ma, nuk të ka hije fjala pa ven, nuk të ka hije vepra pa ven. Kusht ka mësu ty kështu që ti dhejnë 18 vjet, unë muj medalja, muj me shku se jam i vagel, nuk rok mu ligje, nuk rok ligje njerëzve, ama ligje Rabbul Alamin të rok, po shkak se ti ka dhanë babën, nanën me të mësu. I keni këto fjallë, atëre, ko qeto, dije që njerëzit musliman të parë me 17 vjet i ka pri ushtrisë. Me 17 vjet i ka pri ushtrisë. Na, qiftat e mi, me 2-13 vjet ju kena gra me kamiona, me traktora, me që ka pas, me frena, pa frena, ju kena gra, këtë tana ju kena gra. E ty po mënohen të është me ta mjellë që ti je bebje, kush ka thonë që je bebë, vlanë? Kush është të thonë që je bebë? Ti ki përgjësi, të nesra martohesh, ki me këshirë babën, ki me këshirë nanën, ki me punu për evlatë të tu, të këtë ranë mësë provojnë me të ashit, ma i sy qelë, e dije që muslimani me 18 vjetë nuk ka të baj me pubertet edhe u kryma. U kryja të anena nuk dalën ty prej meje, respekt pa, ama kur gjama. Tjetër që japëm dikujna për parësi për shkak të respektit, për shkak të provojës, këtë në rekull, ama që ty nuk të rogë ligji, ma e men këto heki për kreje, këto e mrana që ne kanë mësu, njerëzit nuk kanë bajnë me fejnë tonë, në fejnë tonë je hinë pubertet. Je rritë vlanë, silus i rritën, nuk jam të folë për ligje, mësë ma në rënë dikush me thonë, ka folë strok, mësë ma në rënë i kështo, se mirë jetë të di që jam të thonë, rrito, këthjellu, se nuk i ko. Ti me 20 vjetë ki më bababë, ti halot para 2 vjetë edhe je konë bebë para 2 vjetë, të është je bababë mas 2 vjetë. Kur kush nuk është të thonë që mos e respekta ki liqë, nuk është jemi ambi. E jemi është që ti me kuptu që na musliman funksionojnë në ryshje. Në ryshje. Baba jëtë me 7 vjetë, 8 vjetë ju ka najtë lave për para të në kam. Ska pas qare. U duh me rujt, u duh me punu, u duh me ba. E ti u bane dhejnë 18 vjetë me hangër supë, edhe me hangër qokolada, se haloj i vagël. Këta kemë bashkë nga si gjenerat me të kazu. Edhe si fe, edhe si gjenerat e kemë bashkë me të kazu që rujo se prej qokolada me dalë në betan është ka gjështirë. Rujo, pe din mirë që jam të thamë, pe qokolada me dalë drejnë qëment, pe qokolada me dalë thes, është tirë, kështë që qëta po të kazoj, regate se e rritë. Mos kujta që me 18 vjetë, kur gja nuk ndryshan, sa në zbohat, e me që atë leje edhe kur gja. Sa nuk këndryshu, ti regati vetës më herët.